Jemi në Prishtinë bashkë me Jona Sopin, e cila është që sa vite mbrapa një koncertit të tillë. Jon, përshëndetje. Përshëndetje. A je lodhur? Sigurisht. Është lodhje e lezetshme, sigurisht kur gjithë kjo punë e madhe, shumë ujorshë, shpërblehet, duke pas njerëz afër vetit shumë profesional, edhe që kanë bënë një punë të palashme. Pse kjo përzgjedhje e këtyne këngëve, e këtyne artistave këtë vit? Dikush duhet me bo. Në fakt, jam shumë e lumtur që po arrim bashkë me Dardonin me sjell këngë cilat e kanë pasunu jashtëzakonisht bagazhin kulturor muzikor shqiptar. Këta janë kompozitorë të cilët kanë punu jo me AI. Edhe janë këngë të bukura, gjithë i din, edhe të paktën t'ju tregojmë kush i ka shkru. Edhe sigurisht ta edukojmë edhe gjeneratën e re, kjo është shumë e rëndësishme. Pse është bërë kjo përzgjedhje e këtyre artistëve që të performojnë sot? Ne sa i përket kostit, kam përshtypjen që mas një muaji që të përfundon ky koncert fillojmë me diskutuar edhe idenë e koncertit të ardhshëm edhe se kush kish mujt me i knu këngët e cilat mas pari përgjigjen kompozitorët, mas ne përgjigjen kazit cilit kishin mujt me i këndu ato këngë. Unë mendoj që vetë për vetë kemi pas këngëtar të jashtëzakonshëm, edhe jam shumë e lumtur që na u kanë bashkangjitur që të gjithë këtë rrugtimin tonë, sepse kjo punë bëhet me shumë pasion. Shumë, duhet me pas shumë vullnet dhe shumë pasion. Se kjo punë nuk materializohet. A mendon që po harxhohen këngëtarët e live-it për vitin tjetër? Jo, kishte edhe pak. Qa keni me ba kur të harxhohen? Rikthejmë. Qa e të boti përveç një koncerte që e marrë deri tash? 4 korrekt, Mahmut Orhan. Shihemi të Mahmut Orhan. Në parkingun e OMC-s, kësose bashkë me Rave, sjell një artist të jashtëzakonshëm, ku deri tani janë të pranishëm 6.000 njerëz, po presin deri 10.000 njerëz. Faleminderit shumë juve.